si ka pasur deportim të madh të raketave të Iranit në Izrael. Është folur për një përdorim të inteligjencës në bërjen e raketave. Po themi, nga buron kjo, janë raketa që i kanë prodhuar iranianët apo janë raketa të marrë nga Kina? Është miksje e të gjithave. Iranianët, duke filluar që nga lufta 8 vjeçare me Saddam Husseinin, lufta Iran-Irak, 1980-1988, në kohë kur iranianët ishin parmatosur, ndërsa gjithë bota mbështeste Saddam Husseinin, që nga Bashkimi Sovjetik deri te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, iranianëve ju desh që të zhvillonin sistemin e tyre raketor. Dhe sistemin e tyre raketor ata e nisën me ndihmën e Sirisë dhe të Libisë, kur Irani dërgoi një grup inxhinierësh në Siri dhe në Libinë e Gaddafit, dhe një person që quhej Tehrani Mogadam, i cili mbahet edhe si ati i sistemit raketor iranian, dhe ata filluan të studionin raketat e Bashkimit Sovjetik, raketat Scud, më pas nëpërmjet bashkëpunimit me Korenë e Veriut. Dhe nga kjo fazë edhe më tutje, iranianët zhvilluan sistemin e tyre raketor. Dhe iranianët e kuptuan që ata në përballjen e tyre si me Bashkimin Sovjetik, nëse do përballeshin në atë kohë, apo me Saddamin, i cili u armatos me armë sovjetike, apo edhe me armë shkatrimit mas nga amerikanët, edhe duke parë edhe luftën e parë edhe të dytë xhirit, ku amerikanët nuk e treguan që kishin superioritet ajror mbi Irakun e Saddam Husseinit, e kuptuan që ata nuk do arrinin dot kurrë që me aviacion të përballeshin me teknologjinë amerikane. Asnjë vend i botës nuk prodhon avionët që prodhon SHBA-ja, po 16-ën, 35-ën e tjerë. Atëherë, përgjigjja e iranianëve ishte që ndërsa ne nuk prodhojmë dot avion për të mbrojtur veten, nuk prodhojmë dot sisteme satelitore sikur kanë amerikanët për të mbrojtur veten, përgjigjja jonë duhet të jetë zhvillimi i sistemit raketor, i cili është më i thjeshtë, por që edhe domethënë dhe më pak i kushtueshëm. Se tek fundi çfarë janë këto raketa? Këto janë disa shtylla të mëdha prej metali, të mbushura me gaz djegës dhe me një kokë që shpërthen. Kuptohet që iranianët, duke bashkëpunuar ndoshta me kinezët, me koreanët verior të tjerë, mësuan se si ti komandojnë këto raketa, ndryshe për shembull nga raketat Scud, të cilat ishin thjesht shtylla betoni që i gjuaje edhe binin ku të binin, ata mësuan se si të përdorin duke vendosur edhe satelitët e tyre në hapësirë. Ata mësuan se si të navigonin këto raketa, dhe sikur e shohim sot, dhe sikur kishte njoftoi përpara 2 ditësh shefi i Këshillit Sigurisë Kombëtare të Rusisë, generali Sergei Shoigu, iranianët kanë një nga sistemet më të avancuara raketore sot në botë, dhe edhe pse amerikanët dhe izraelitët po shpenzojnë me miliarda dollar që të gjejnë ku janë ato shtratet e lëshimit të raketave iraniane, Irani po vazhdon po godet, dhe sikur tregojnë edhe shumë media, që Irani sistemin e tij raketor e ka ndërtuar brenda në thellësi të maleve, dhe amerikanët edhe me bombë nukleare nuk kanë çfarë të bëjnë këtij programi. Si shikoni të ardhmen e kësaj lufte? Ardhmja e kësaj lufte është që kjo luftë do të zgjas, iranianët nuk tërhiqen, e kanë ndarë mendjen, sepse domethënë iranianët kanë 50 vjet që përgatiten për këtë ditë, që kur është bërë revolucioni islamik i Iranit, amerikanët dhe izraelitët gjithmonë e kanë goditur Iranin, po gjithmonë e godisnin me fuqi beden dhe forca të tjera, fillimisht me Saddam Husseinin, pastaj me Al-Qaidën, me ISIS-in, me këto vendet kukulla arabe, me sanksione e tjera. Dhe Iranit i ka dalë Amerika dhe Izraeli në shteg, dhe për më tepër tani që u vra
edhe Imam Ali Khamenei, cili ishte zëri më i moderuar i Iranit, i biri i tij Moshtaba, me sa duket, do të marrë hak për babën e tij dhe nuk do të tërhiqet. Sepse iranianët e kuptojnë diçka që nëse ata tërhiqen, ata do përfundojnë shumë keq. Sepse amerikanët do t'i mbysin iranianët me sanksione të pafund, atë gjë që i bën Saddam Huseinit, po që i bën Gaddafit, apo atë që edhe i kanë bërë iranianëve deri më sot. Prandaj iranianët nuk duan që të humbasin iniciativën që ata kanë në luftë. Dhe në anën tjetër iranianët e kuptojnë shumë mirë që perandoria judeo-amerikane nuk zgjatot më shumë. Për personat që ndjekin deklaratat e Trumpit duhet kuptojnë dëshpërimin që ka Trumpi dhe për më tepër Trumpi maksimumi që mund ta mbajë luftën është deri në datën 5 prill, domethënë 10 ditë më shumë. Sepse po të shikosh për shembull, sidomos në 24 orët e fundit, nuk ka patur më bombardime masive izraelite dhe amerikane, kanë qenë para të gjitha targetet që këta i kanë patur janë kanë bërë mbi 7.000 bombardime. Dy është në këto 25 ditë luftë, amerikanët kanë shpenzuar diku te 25 miliard dollar dhe çdo ditë është shpenzim. E treta, avionët që janë përdorur në këto bombardime, avionët kanë atë që quhet orë pune. Domethënë avioni pasi bën disa mijëra kilometra ka nevojë që të çohet në servis, t'i bëhet revizion motorit. Domethënë këta po kanë shumë probleme dhe në anën tjetër iranianët kanë treguar që kanë qenë të suksesshëm duke goditur avion amerikan, një F-35, një F-16 që e kanë goditur dje, dhe iranianët po sofistikojnë kundër përgjigjen e tyre. Në anën tjetër, Irani godet për ditë, nëse s'jam gabim, dje ka qenë vala e 80 e asaj që quhet operacioni premtimi i vërtet, domethënë vala e 80 masive ndaj Izraelit me dron dhe me raketa. Në anën tjetër, sistemet ajrore izraelite po dështojnë, sigur pam përpara 3 ditësh goditjen e fshatit të Dimonës dhe një tjetër Arak, se si kishte emrin, ku Irani shkatroi disa lloqe banimi. Irani për ditë po bombardon lagjet e Izraelit, ku po thyen pallate, po thyen xhama, po vriten njerëz, po plagosen njerëz. Dhe si për Izraelin, si për Iranin, si për Izraelin, si për Shëban, kjo luftë nuk mund zgjasë shumë. Se duhet kuptojmë diçka që kjo alianca judeo-amerikane nuk e ka thellësinë strategjike që ka Irani. Çfarë duhet të them me këtë është që Izraeli është një shtet i vogël, është në diku te 26 apo 27.000 km2, pak a shumë sa Shqipëria. Dhe hapësira që Iranit i duhet godasë aty është shumë e vogël. Kurse Irani, që është i madh sa Evropa perëndimore, ti nuk ke çfarë të bësh aty me bombardime, sepse është shumë i madh. Ai shtrihet nga Andaluzia në Spanjë deri në Kaliningradin që sot ka Rusia si hapësirë. Domethënë Irani është shumë i madh, ka thellësinë strategjike. E dyta, Amerika si një fuqi e një kontinenti tjetër, që është kontinenti amerikan, që të mbaj ushtar në përbazat ushtarake, që t'i sjellë këta ushtarë që përtej oqeanit, ka shpenzime të papara. Okej, dikush mund të thotë, po këto shpenzime amerikanëve po i paguhen nga vendet arabe. Biles para disa ditësh Trumpi i dha edhe faturën këtyre vendeve të xhirit. I tha fatura është 2.5 trilion dollar vetëm për atë që kemi bërë deri tani. Ndërsa i tha nëse doni që lufta të vazhdojë duhet të jepni 5 trilion dollar, që është një shumë e paparë. Edhe për më tepër këto vende të gjirit në këto momente s'po kanë më lek, ato po han dhjamin e tyre, nga që Irani ka mbyllur kanalin e Hormuzit dhe këto nuk po shesin më naft si më herët.